Elbasani mbylli javën e 31 të kategorisë superiore me një fitore bindëse 3-0 ndaj Partizanit, në një sfidë të mbushur me ritëm dhe episode. Pjesa e parë nisi me raste nga të dyja skuadrat, por në minutën e 20 vendasit të mbetën me 10 lojtar, pas kartonit të kuq për Mustën, vendimi konfirmuar nga VAR, loja u ndërprer për disa minuta edhe për shkak të hedhjes së sendeve në fushë nga tifozët, ndërsa pjesa e parë u mbyll pa gola. Në pjesën e dytë Elbasani fitoi një penallti e cila fillimisht u prit nga portieri Qirko, por u përsërit për shkelje të rregullave. Zegomez nuk gaboi në tentativën e dytë, duke kaluar verdh dhe blut në avantazh, edhe pse në inferioritet numerik, Elbasani u shfaqë më kërkues dhe konkret, ndërsa Partizani humbi një mundësi të artëm me topin, që u ndal në travers. Në fund Sague dyfishoi rezultatin, ndërsa Kasa vulosi gjithçka me golin e tretë në shtesë. Dhe kjo është fitore për tifozat, sepse sot prap një atmosfera perfekt dhe dua të falenderoj shumë për tifozat. Nëse mund të them një ndeshje perfekt, sepse gjithmonë ne futbolli nuk ka ndeshje perfekt, por ndoshta sot ishte një ndeshje perfekt, sepse çunat taktikisht ishin më larg si Partizani, taktikisht shumë larg. Çunat meriton gjitha, ishim me besim, ishim taktikisht shumë përgatitur edhe me një lojtar me pak, me shpejtësi Bojea, me shpejtësi Latia nga Kraut Majtas, pastaj me shpejtësi Djallos, ishim fantastik. Dua të them edhe për lojtarët nga bankina, faleminderit, sepse Kasa vogël futu shumë mirë, shënoi goli, Djallo asist, Blezi goli. Kjo është ndoshta një pikë shumë fort nga ne. Harmoni, gjithë ne jemi gati, do luajmë për Panela, për qyteti, për Elbasani. Sigurisht është një humbje e madhe, besoj është një humbje që nuk tregon realitetin, por ja që Elbasani e plot merit arritet ta fitonte dhe duhet t'i themi bravo. Ndjem shumë mirë, diskutohem, ndjem mirë që ndihmova ekipin ta bëjnë lojë, por e rëndësishme mbi gjitha është të fitojmë ndeshjen. Ishte e rëndësishme se afrohemi edhe më shumë vendit parë, se Final Fourin e kemi gati siguruar edhe pretendojmë për të marrë vendin e parë. Me këtë fitore Elbasani ngjitet në vendin e dytë me 56 pikë, ndërsa Partizani mbetet jashtë zonës play-off.